Po besoj e keni pa, gjitha tentativat tona kanë qenë edhe publike transparente, pra janë bërë edhe në media, pra janë paraqit, që ne kemi tentu, gjejmë forma dhe mënyrat bashkëpunimit, kemi ftu partit politike për të diskutu për konstituent të kuvendit, pra jo vetëm kryetarin, pozitën e kryetarit, por edhe të nëm kryetarëve, sepse edhe ato duhet votuar me 61 vota, pra duhet shumicë parlamentare për to. Kemi pa që nuk ka fort mirë kuptim se ka parti që ose insistojnë pra në ndryshim të kandidatëve, por jo duke dhënë ndonjë informat ose arsye konkrete se pse duhet bëhet kjo. Apo kemi pa dhe raste siç është LDK apo partitë të tjera që refuzojnë fare pra të marrin pjesë qoftë takime qoftë. Shpresojmë që sot pra do të ketë reflektim në mënyrë që të jetë tutje edhe të konstituohet.